Mirëmbrëma dhe përshëndetje, mirë se po takohemi në emisionin më të ri rreth krijimtarisë në televizionin Fontana. Muzika folklorike është një shpirt i një kombi dhe këtë po e mbajnë gjallë çdo herë më shumë rapsodët tanë. Ndër emrat që ka dhënë një kontribut të çmuar për këtë zhandër është këngëtari i minjor Ismet Demaj, të cilin kam kënaqësinë që kam sonte në studio. Zotri Ismet, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Marigon, përshëndetje, mirë se u gjeta, me gjithë kënaqësi ju kam përgjigj ftesën tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit për kohën tuaj. Patjetër. Atëherë si fillim pak një biografi për ato fillimet ato, pasi që e kemi gjithmonë. Je mësuar në secilën intervistë ta jepësh atë Gati është e njëjta, po është. Por edhe unë dua ta dëgjoj. Kjo pyetje pothuajse është e pashmangshme, sepse çdo këngëtar, çdo artist e ka fillimin, vështirësitë e fillimit, e ka karrierën dhe përfundimin e karrierës. Domethënë këto janë faza për të cilat nuk mujmë me dal. Absolut. Marigon, po, unë jam këtu i Stogut, kam lind në fshatin Shushic, ashtu 10 kilometra larg i Stogut, një vend shumë i bukur. Domethënë tash momentalisht jetoj këtu në Istog, por kam shtëpinë atje, vikendet i kaloj me gjithë vullnet dhe dëshirë në vendlindje. Karriera jam gjithë thojnë nga fëmiria, po ka artistë që e pranojnë që son nga fëmiria. Por të unë vërtet është nga fëmiria, sepse unë rrjedhin nga një familje me traditë dhe bagazh të plot muzikor. Babën, babgjyshin dhe 4 gjyshin i kom pas artista, rapsod, këngëtar. Babai im Ramadan Demaj, që është quajtur më shumë është njohur me emrin Dan Gjafa, edhe me një zënën mujen aty të fshatit kanë qenë 2 rapsod të shkëlqyshëm. Bile, babai im ka në Institutin Albanologjik në Prishtinë të mbledhura të shtypura në libra të gjitha këngët. Gjë që më bën krenar profesori Recep Munishi, që ka nejtë ofër 3 muaj ditë në fshatin tonë aty, në shtëpinë tonë për i gurin atë ko, dhe në odën e vjetër, ku dal nga dal e ka vjell tër materialin rapsodik dhe folkloristik të babës tim. Babi nuk ka qenë vetëm rapsod, por ka qenë lautori më i mirë i asaj kohe, besoj dhe i kësaj kohe, në truhet shqiptare. Kështu që ka arritë edhe mi mbledh këngët e lahutës, që sot janë shumë të rëndësishme, por edhe këngët të gjitha zhanreve folklorike, sepse edhe folklori ka zhanre dhe degëzimet e veta. Në këtë fushë mund të flasë edhe më shumë, sepse unë jam edhe studiues i folklorit, se edhe unë tani me djalin e Recep Munishit, me Visar Munishin, që tani është pranë Institutit Albanologjik në Prishtinë, punoj shumë, mbledhim folklorin dhe e kultivojmë, e ruajmë, e arkivojmë dhe ato vlera i paraqesim gjitha truhet shqiptare dhe në Gjirokastër, por edhe jashtë truhet tona. Mirë, po karriera ime është, domethënë, kam filluar me babën tim, edhe me vllahun tim të ndjer, Ram Demaj, i cili ka qenë i vetmi me Akademinë të Muzikës në periudhat 79-80 e këndej. I vetmi në pej ka qenë Nexhmedin Bakraqi, vëllezër Bakraqi në atëku, vllai im ka qenë këtu, edhe nuk ka pas tjerë me Akademitë Muzikës, ka qenë një kuadër deficitare asaj kohe. Edhe bashkë me ta, unë jam ngrit, edhe me babën jam ngrit nga vëzhlia, si një rapsod i mirë. Këngën e kisha në shpirt. Domethënë dikon më kujtohet mosha 5 vjeçare, kur për herë të parë morri një dasëm me këndu ideja 3 konkret. Dhe aq mirë u prita pe publikut, po të them drejtën edhe i kënaqsha fort, që ato të rija më shteshin mi përsërit, por do të përmendin një diçka shumë interesant. Një dasmur aty ju do ke pak më po atëherë në ato qergat që në konë në vjetra ullën, majke në dur, isha dhe i vogël, kështu majke me kënu unë, dhe më thonë dur tina. Kështu që në këtë formë fillan karriera ime muzikore. Më kujtohet edhe fshati ku kom këndu, është afër neve aty fshati Zhakov, ku tash edhe bashkëorët e ime është në kaj fshat, dhe kjo është dasma më interesante për mua, sepse filloj karrierën e parë muzikore. Kështu që e di, kur vinin me thirr babajnë në vllahun në darsma, thëshin mbas na erni pa djalin e vogël. Kështu që dal nga dal në shkollë kam qenë shumë aktiv. Atëherë ka qenë shkolla Jedin Sfera Rakoshit, ndërsa tani e ka emrin Ndrem Jeda në Rakosh.
Edhe nga aty, dhe më thonë, kur erdha në gjimnaz, këtu në Istog, gjeta pak një, të thojmë na një fush ma gjatë veprimit, ishte një profesor shumë i përkushtuar nga Mitrovica, i cili jepte një landë fizik këtu, por kështë qenë muzikant i mirë, një Ahmet Fejza. Nëse është të ndëgjallë kudo që është edhe shenë emisionin e përshëndes, ka qenë një profesor i shkëlqyshëm. Mirë, po këtu ishte edhe një shok nga Vrella, një Enver Beqiri, tani jam mjek në Gjermani dikun, edhe një Gani Osmani, një fizharmonikist që më duket e keni pasë ju në studio këtu, të jeton tash në Gjermani, me ta kom qenë mas ngushti i lidhun edhe jemi rrit bashkë pothuajse. Dhe e formum një orkestër të shkëlqyshme. Sepse unë performoja mirë në violinë, ata dy fisharmonika, një bas-gitarë dhe në gjimnazë kem pas atë orkestrën më të mirë se sot tash që se kem ndoshta fare në Istog. Edhe këtu ma bona emën kështu sa i përket audiencës të Istogut, nuk isha i panjohur. Mirë, po më rigon me përfundimin e shkollës mesme, unë regjistrova në Fakultetin Juridik në Prishtinë, dhe me një herë kom lyp vendin ku zhvillohen aktivitete, ku muj me shtrihu në aktivitetin tim kulturor, dhe kur po më thojnë është ansambli akademik këtu i universitetit. Kështë qenë pak ma poshtë për i fakultetit tim atë. Më thonë drejtën një mbrëmi shkova, u lajmërova, ishte profesori i ndjerë tash Fahri Beqiri, tash është djalli i tij Valtoni, dekan fakultetin e Akademisë të Arteve të Muzikore në Prishtinë, dhe tha, urna, ishte edhe konkursi. Se kur me fillimin e vitit akademik edhe konkursi për antar të ri. Thash po unë i bëj violinë, se harmonikse, çefteli e sharkimu dake, ade unë nisha veten shumë mirë. Kjo po du me thonë pak për disa që me të vërtet hynë në rrugën e muzikës, se me njëherë mendojnë një bo dikushi, mos të harrojnë se për fillim nuk janë kërkushi. Duhet me jetë shumë për mu bo dikushi. Edhe që kisha vetë besimun, që unë i lanë tonë mrapa aty. Unë nuk e disha qka po zijet, qfar kese ka aty, që janë krejt me nota, krejt janë të lojnë pa tekst. Thaj, nesë mbroma e kem audicionin, tha. Shkova, unë violina, është e jarë për violinë po. Edhe unë as me majtë mirë, unë i bia violinës, por me norma që shdut mira, jo. Si e kom ka violinë, kanë qesh me mu. Kërja kom njësë edhe mira, kom qenë, ma kanë pa talentin, por në formën e ekzekutimit për ta ishte qesharak. Thash di edhe harmonikës, fizharmonikës i thujnë kështu, urna me fizharmonikën, për marrën edhe isha mësu në njërë autodidaktë kështu me tregishta, kështu dorën e moja. Faktikisht në fizharmonikë do të me punu me këtë dorë, si në klaviaturë në pianë. Tha qënë, tha ti nesë mbroma, hajde këtu tha, që tu ki me pa diqka. Edhe shkumë të nesit mbroma, jesharë krejtë orkestra, kër i kanë marrë marigonë, 3 violina, klarineti, oboja, është baboj i kësaj këngëtarës Kelmendi, tash që është një këngëtare njoftën, ishte bujari, është baboj i saj, edhe bujari me obo ishte aty. Kontrabasisti, krejt. Kër i kanë marrë ata, mëra mu vetja e pava ku jem vetën. Ade më kishtë të thirë profesor për më tregu që ku du të me mri? Ku je dhe ku du të absolut. Tani, tha, Ismet, tha, talentin e ki shkëlqyshëm. Marë, tha, me valtar, mur ushtru në fizharmonik. Me dha ushtrimet një vetë, s'kom kudzov dorën me mojtë vetëm kanalt. Se tash jam fizharmonikist i mirë, violinist i mirë, tana, tash i zëtnaj mirë. Thash u bo profesor, kur pesha aty grupi rapsodve, nesit mbroma, thash, që ty e pas në venën, që aty disha që jam, aty tani e takova dhe Fatmir Makullin, me cili nuk kemi nda gati kur, e takova një grup të mirë aty të shokve, që disa tani nuk janë fatkesisht në jetë, dhe si grupi rapsodve bom grupi maj mirë në Prishtinë. Tani i kemi shëtit krejt botën, ku kem pas më shkuar në festivale, se ishte ansambli akademik maj forti në atë kohë në Jugoslavi. Dhe më thonë, ku shtetin dhe dashkëve përfaqësu dikon, aja ansambl shkëshin. Mirë, po në fatin e mirë, inkorporova mirë me grupin e folklorit, e rapsodve, me Fatmir Makullin, Sali Berishën, një dervishi Skënderajt, nuk kemi qenë grupi madh, por kemi qenë të mirë. Edhe kështu që kom kalu një periudhë të mirë me ansambin akademik. Pas gjithë kësaj pune. E kom vetëm edhe një detaj, më duhet, nëse nuk e tepraj. Jo, absolut. Me qenë se në besoj është të natyre emisionit, të besoj këtu bashkështu si kom thonë kërkun.
Mirë po komoditetin që po ma jem në mision, sa gazetarët kërë dilë me të qitë për Irani, falenderoj, po këtë detaj është ma e rëndësishme këtë që apë du me thëmë. Veçuna, është Një ditë, një mbromi faktikisht, se në mbromi këshin provat, vjen një gjaferi e mban të bufejnë aty, tha i smet për 300 mili vogël. Konë për 300 mili vogël? Me ndoha që kaj të fore, po bëjnë hajgare. Jo më për 30 smet vogël jetë, o, tha i smet demen që mili vogël, tha s'po hinë këtu, po të në tarasë të prit. Edhe moran si fore, po pe i vullnetit ma, thash hajdan, kur da në tarasë që mili vogël, e i vogël po i ma 2 metra e kusur, edhe belbante nga pak, më falë, tha i jeti i smet dema, thash po, i bje sharkis mirë, thash ka pak basa qamil. Tha unë kom një që i bje mirë, unë i lypin në përkrejt Kosovën, sharkia është matë mirë ku janë. Thash po i nuk di bre basa qamil, tha a kini kun ku më të një këtu, thash po, e këshim aty salën. A priton më orë në grupë tem? Qa priton, para me ndatash. A i plëcoj kushtet më orë, tha. Pe nëse saj grupin e mante, në atë periudhë, por e mbante në për shtëpi private. Edhe në shtëpinë e vetë, në i kishtë mbledh në atë periudhë të të nishi ka qenë kohë demonstratave. I kishtë mbledh krejt muzikantë më të mirë të Prishtinës. Unë, Fatmir Makulli, ishim nga ansambli akademik, Shkurte Feza, Shrete Beluli, Zyle Krasniqi, Motrat Mustafa, Seladin Miftari, Shkupit, e shumë këngëtarë tash me emna që janë, i kishtë bëhaj një band bukur folklorik. Edhe vërtet për mu ishte tash këtu vjen ajo ngritja e karrierës, se po flasim për karrierën. Pa, këtu është ajo ku unë për herë të parë inqizoj një kaset, në atë periudhë kanë qenë kasetat, edhe me pa ditë e kësha sjellë bile një kopje këtu, po me hinë YouTube e gjindet aja. Unë, Shkurte Feza, Nikoll Prela, Qamili Vogël, për bojme një album, ku për mu ishte mega e madhe diçka për vete. Edhe me 2 kongë aty me rria pjesë, po edhe vesh me instrumentist, isha i knaqin, edhe më kënu. Po ishte një diçka se ku a demonstrata më rigon krejt, kishin marrë një lajmë që Shkurte Feza ka vdek në demonstrata. A kupton? Edhe opinioni ishte i pa informuar. Ai album kur e dalë, domethënë është shit me miliona. Edhe atëherë nuk ka pas si tash ndashmorë valla në televizion, në produksione, nuk të paguajnë. A beson që unë në vitin e 2 gjimnazium bu bës në atë kuptimin e studentit, për i pareve, që i ku morë që tu visha i mërësha në Jugobonka o konë një stëk, sepse Jugotoni Zagrebit. Bas Shamil ka qenë producenti Jugotoni Zagrebit, ajti mërë ke emret logarinë është 10 cent që shrit për 100 janë evë në ka ardhë. Kom arrit në vit dytë me blej kërë, me dalë për i konvikti, se në konvikti ishte me të ndjerin kryetarin e pavdekshëm Fadil Feratin, e kom pas cimer rrëth 8 muaj dit, e thash Fadil, unë ja dhash pak shpoti, për du më dalë në banes, besa kur ikshim për demonstrova, ka 40 vetë veshin banes tema aty, du më hanë kem kalu jetë mirë studentore, tani kom kalu në Macedoni, ku ofër 4 vite kom banu atje, edhe pronari të i cili punojsha muzikë, ma jep të BMW-në, të BMW, më arë pej Macedonie, pej Shkupi, o konë sëdlarës një farë, ofër Shkupit një farë fshati, edhe vishim në provime në Prishtinë, edhe u kthejsha prapë. Dikon rrëth 4 vite, kem bashkëpunua, kem këndu, dhe më hone kem pas një bashkëpunim të mirë me mamon e kësaj zëqiri kjo këngëtarja e madhe, Dafina, pra e ka pas në këngëtarët madhe, e Radio Prishtinës në atë kohë, po kem pas një bashkëpunim të mirë edhe me vite, kështu që arrita me bo një karierë, tani për dasma më të flasim, ma të kanë pa në kaset me Qamilin e vogël, ti ma tani aty ma nuk kem pas, Fatmirin e bom një band me vllahun tem, këtu kemi pas shumë darsma, kom probleme në rezervu në atë kohë, se kem qenë bendi gati maj miri, pe i matë mirë, mësë më thonë se të mirë ka pas. Zotëri Smet, çfarë krahasimi kishit dhënë asaj kohe edhe kohës tashme? Të vlerësimit, pa tjetër. Financiar, respektivisht dhe çdo aspekt. Po dhe më thonë me bo një komparacion apo një degresion mes 2 kohëna. Po. Ndëgja, ky modernizimi pak edhe i ka dhënë të mira, po i ka dhënë të këqija.
Kjo pjesa klasike, kur na kemi vepruar në atë kohë, ka pas nashta pjesën teknike më të vështirë, por pjesën artistike ka pas 100% më të mirë. Du më ta sjell vetëm një detaj. Nëse ne me çatë ansamblin më të mirë në Prishtinë, kem pas më shku në RTP, Radio Televizioni i Prishtinës. Me boni emision, Marigor nuk e mujti veç hajde hen valla pat vet kushas po tash e ke pa drejtën skenë këngëtori. I kem pas 3 filtra. Akil Koci ka qenë kompozitor edhe redaktor i programit muzikor. Vinte një herë aty me na po programin në selin tonë që po fillojmë. Na jap ke vërejtjet, na u dashkëm me përmirësu. Dytën prove bëjshëm para se me gjiru në televizion, venat, skenat, krejt. Edhe tretën herë ti ke shkuën, ndoshta për vitin e ri zakonisht bëjshëm programe, ke gjiru. Po hinë sot këshyri YouTube ato konë, se cilin gjirim e ki, me regjisor, me kostumograf, me krejt, nuk mund është me qitë poshtë. Ta shka është e mira, që nuk du me thonë edhe për këtë televizion, sepse këtu ka pak një farë kriteri, ka gjithë shka, do këtë bukur që tashtin e se i shojmë gjithë shka. Po du me thonë edhe për shumë emisione tjera, për televizione, se televizione që në po mjaftë shumë. Edhe e sho, ose produksioni, veç aja ke lonë paret atje aty të edhe del këna qka dush. Kjo e degradim. Kjo e degradim. Sepse duhet me pas një fareni, me ndëgju pa kongën, bile kur të bon gjerimet para prakisht me pa qka po hynë program. Kjo po më duket mu është si bota digitale edhe digitalizimi madh i muzikës, e ka bon edhe një degradim të tillë, sepse në këto mediume devijën, pak në gjithë, kush e del, kush do, nësë do të më dëgju gjithë shka. Po është një diçka e mirë. Se nga viti 2000 e kënej, të regoj që edhe VIP kam rrimu bon, edhe aj që zdin heq. Me keqardhje, thamë. Po e thojmë në ja ka roka, po dhe. Por vitet e funit, 3-4 vitet e funit, është një diçka tjetër. Marigon kvaliteti, edhe ti që tu, gjdo musafir tonën ki që me pas kualitativë, me pas emision më interesant. Mirë po, tash kualiteti është ai që gjenerata e re po kënojnë mirë. Këna kanë dalë programe, së në atë botë lavraj mirë, se kam studion edhe jam ingritur në botën digitale, kompjuteristike, në programet, software-et, krejt të dhe më thonë, punoj që ofër 20 vite me studio, e kuptoj edhe atë botë, po flasë mirë. Kështu që nuk po kënën bashkë gjithë kushtash. Produksioni mas pari për intereson me pas këngëtarin e mirë. Që i bën klikime se tash edhe për i sajmë varet edhe produksioni edhe televizioni, edhe po dujnë me pas kvalitet. Edhe për zotë, në generata e re janë shkelqyshëm janë. Edhe janë një farforme të i qitë penzion këta që nuk dinë, se edhe populli është civilizu pak muzikë. Se për para, a diçka konë mirë, kur kemi piskat në altë. E mos ka këshyrë që është për që apo kënej ke naltë filone. Më thonë, e kem pas një publik pak për ka muzika populore, po flasë, kjo muzika e kem pas popullatën matë pa civilizumë. Ndërsa tash, se cili e din që ka mirë, se cili se kanë hecë gjerat, është e mira që po hecën, e kemi ma letë me punu, anë i pej që ka dalë inteligencë artificiale. Besa e kemi letë me bo tekstin, e kemi letë të jepë kajt ide të gachme që a i gjendje mi për punu. E vërtet. E kjo është ai... Veç inshallah nuk kryojmë varësi prej asaj inteligencë, pasi që mandej mund të... Edhe ato nuk na duhet me keq përdor, po na duhet me mirë përdor, sigurisht. E vërtet. Cili ka qenë një moment më i veçantë i rrugtimit tënd? Po flas gjithmonë për kohën e mëparshme. Rrugtimit shëtitjes. Më i veçantë në aspektin e muzikës, ku ti e ke ndi veten që e ke mbri kulmin e suksesit, edhe e ke ndi veten që je në mesin e atyre që ka ti njëherë i ke shiqu prej këndit që i kanë sukses dhe ke ndru me qenë mesin e tyre. Po rrugtimit imi muzikor ka qenë, po flasi rrugtim muzikor. Qaj krijimi i bendit, me Shkurtë e Fezën, me Shyretin, ato që i përmen Fatmirë, Nikolnik Prejnë që një bend, aty e kom pa që për në atë periudhë kom rrite të moja. Sa ta ishin ynyra e emrave. Që shme thonë, pjedestali e emrave që unë në nështë ave që i kom
i kom pa në televizor, ose i kom imagjinu, si nxënës këtu. Edhe tash ku shkruam në Prishtinë, arrita me hinë mesin e tyre, ishte kulmi rrugtimit muzikor. Nësa nëse flasim për rrugtimin kështu, ku kem rrugtu me ansamble, dhe ta veçaja dikun vitin 87-8, kur ishim në një festival për herë të parë, jashtë shtetit, në Turqi, Efes thirrja i qytet, te Izmiri, Selçuku, kush i din këto pjesë, Izmiri është pak vend më i popularizuar, po ai ishte një qytet i vogël Efes, u thirrte, ishte marrëgor interesant se krejt qyteti ishte i zbuluar në ndëj. Që e kanë zbulu një arkitektur e pa parë. Atë me pas se civilizimi ka ekzistuar para mijëra vjetëve, jo vetëm tash. Edhe për herë të parë ne aty e përfaqësonim shtetin në atë kohë, edhe ishim dikun rreth 50 antar që udhëtuam për Turqi. E kishim edhe ëndër me pa Brahim Tatlisi ka qenë në atë kohë, edhe ai vente aty, na përshëndeti, edhe kishte me hap festivalin, me mira shqiptar, dikush me kamiona, me traktora, se nuk ka qenë Turqia atëherë bashkë civilizimi si tash, që kishin ardhur me pa dy ansamble. Një ka pas marrë prej Shqipërisë edhe na prej Kosovë. Por ata Shqipërisë nuk erdhën edhe na takuan vetëm neve. Lot, përqafime, mallëngjime, nostalgji, domethënë pam rreth 40.000 bile e ruaj një fotografi dikun të asaj kohë që mu kanë ndjek gjitha gjatë luftës. Edhe Brahim Tatlisi se hapi atë festival, ne performuam pjesën tonë dhe u shpërbly me venin e parë. Sepse veç Valltar që i ka pas ansambli akademik, me koreografin Xhemali Berisha, nuk ka pas më aty. Dilaver Kryziu ka qenë asistent, tash është koreografi i njoftën, por në atë kohë ka qenë asistenti Xhemali Berishës. Dhe ka qenë ky heruj kujtimin më të mirë këto, domethënë sa i përket rrugtimit dhe karrierës. Sepse kem pas tani me 10 qindra pjesëmarrje tjera, por këtë e ruaj në mendje më shumë. Kthehem pak te pjesa studimeve. Thatë që ke regjistruar fakultetin juridik. Çka u bë me fakultetin juridik? Po, çfarë pyetje të mirë ma ke bën, edhe unë kam dhënë mësim dikun rreth 16 vite, kam qenë ligjërues me nxënësa, edhe këtu jam nal gjithmonë ka herë si këshill ja kam dhënë, as mos e merrni mos u martoni për hatër të familjes, as mos e zgjedhni profesionin për hatër të familjes. Në atë kohë vëllau, Roma kishte kryer Akademinë e Muzikës. Unë kisha qef edhe unë. Edhe ma bëshin, çka pa dëni dytë muzikë. Vllazni tjerë këtë shkollum, dikush mësues, dikush në atë botën e vetë, nuk kishim jurist, thuti që përdoj me qelë në shtëpi komunë. Ja, shkojmë fakultet juridik, se s'kemi jurist. Po jo, edhe jashtë vullnetit më kanë qu me studiu, a unë të në kohën e këmë akademia, beson të muzikës, me ja shok, ja rona, piano, dhe më thonë, ma shumë në kohën përkushtum, edhe mënyrë mekanike kështë juridikun. Besëm se isha vesa me moni 6, që 7, që me thonë e këmë dhonë provimin. Dhe i këmë diplomu. Po ndërkohë, unë e këmë kryu edhe shkollën e mes me krahas me ligjeratat muzikës. Nuk këmë dosh me met aj muzikanti autodidakt që nuk i di notat e muzikës. Po, këmë dosh me liru. U bo lufta se 20 vite këmë jetu në Prishtinë. Dhe më thonë me 2 fëmijën e mëdhej edhe me shoqen, dhe në vitet e luftës këmë jetu në Prishtinë. Mirë po atëherë, kom punu në hotelin Grand, kom qenë referent për marrëdhënie pune, për mrena natës 432 punëtor jemi shku të shtëpia. Banesën që ma kështë dhonë Grandin Bregdillit, të nesit ma kanë pru, mu më kanë qitë ndimen, pe i banese, kanë pru një inspektor sigurimit sërb, edhe një shok, mi morë gjësendet aty në një garaj, dhe nesit na ku mu këthy, u dash mu këthy në shtëpinë e babës si e kësha Shushicë. Kur erdha këtu, ishte nevoja e madhe për arsimtar të muzikës. Qaj vllavi jam një që ishte në shkollën Bajram Curri, po gjimnazi ishte pa kodër. Atëherë dhe profesorat mi e kryesisht falendoj profesorin Ramiz Zeqiri, që kom pasur kujdestar klase, edhe Qerim Lubeniqin, ishte drejtar, më therrën Ismet parë moror të muzikës. Thash me gjithë qef. Mirë po pej atje, tu integrova në gjimnaz, dhash muzikë, sot nxënësat e mi janë kuadrat fort, e kom pas për nxënësat që vlen me përmena dhe Ram Lahaj. Aja që më këthen më rapa dhe më banë gjithmonë me një kesh janë 2 motrat
nga stupe këto që janë masakrume në masakrën e stupeve, të Lipaj, motra të Lipaj, që kom pasë në zonëse, sot më kujtojnë dyja të tullën në bankën e parë, por nuk ekzistojnë, nuk jetojnë. Edhe, të më thonë, një plejad këngëtarëve kanë dalë në atë kohë që morë me ta, se që është Senat Donaj, Sahit Dreshaj, e shumë tjerë që në generatë kom punu me ta, me gjithë kom punu shumë këtë. Vesh fakulteti i Iridik, Fakulteti i Iridik, më ka met, veç 8 muaj ditë punë në hotelin Grand, edhe veç ka met sirtar. Edhe tani, unë kom kryu dhe masterin, para një 15 vite, mas lufte, vetëm e kom pas dëshira, dhe me arrit ato ku kom dasht, e kom orë menagjimin e shkollave. Më thonë tash jam një farë blaj eksperti në menagjimin e kurikulumit shkollor, që jem 5 kuadrë që jem diplomu në atë kohë, edhe e kom hjek një farë, mos me thonë që se kom kry, kom arrit edhe me titull akademik aty ku e kom pas dëshirë. Nga e merë një frymëzimin për këngë, edhe a ki një këngë që e ki mas për zemër, edhe do shta edhe kur e ke punu, të ka mbet një diçka shumë, një kumtes shumë e veçantë. Pyetje me ven, apo të komplementoj për pyetjet, se ka herë edhe pyetjet po na bëhen ndoshta që janë natyrshme. Ja, jemi shumë komod në studion tonë. Lumt, respekt. Frymëzimin ndëgjoj Marigun. Nëse nuk e don një diçka, mos u merr me atë punë. Nëse nuk e don. Unë këtë punë e du. Për kundër moshës që jam, më arë më pa, mu pej me nxezi, dhe i mbrome, sa punoj, edhe ndoshta sa kesh më arë me bo një dokumentar për aktivitetin e ansamblit më në fund, në Pallatin e Kulturës, si Avlen, është e pamundshme. Po ku e gjej frymëzimin, e kam gjithmonë frymëzimin. Po ku frymëzohen atë edhe ma tepër, kur unë shkoj me gjenerata të reja punoj dhe isha duke, për shembull dhe kam me ekipin e vallëtarëve. Unë çdo provë që e bëj, nështë bëjnë me lët, se fluturojnë tashmë. Në skenë fluturojnë, njën artistat vërtet. E kam gjeneratën pejt parës dhe në pestën. Kur i shoh ata duke vallëzu bukur, duke këndu bukur, unë e rinohna. E kam gjeneratën e mesme, pejt pestën dhe në nëntën. Kur i shoh dhe më thonë, unë e frymëzimin e marrë tek gjenerata e ri. Marigonë edhe ti me këtë emision po mjell diçka. Ne, aq sa kemi me mjell në gjeneratën e ri, këtë që ka edhimi ne, qash keme pas. Unë kom thonë një ditë kur na do të vdesim gjithë një ditë. Por mos të më kanë askur se unë kom mjell shumë. Këta kuoda që unë i kom zirë deri tash, gjithë janë gjendje me vazhdu aty ku e lonë. Tash fatmirësisht edhe djali Dardani është tarë në vendin ku unë kom punu për para, se ka kry Akademinë e Muzikës, edhe po punon aty, edhe është duke i vazhdu mirë këto aktivitet, të më ndihmu, por se unë punën time nuk e nali. Asë nuk do të ndali. Frymëzimin e merë gjithmonë aty ku shenë mirë, i shenë frytet e punës tonë, nuk mungojnë asë frymëzimit. Me fëmijët, a ke qenë ti që këshillues ndoshta në orientimin e drejtimeve të tyre, apo tek fëmijët e mi? Po, apo ata kanë gjetur edhe këtu që sa bukur, shumë pyetje me ven. I kom regjistruar edhe në gjimnaz, edhe në shkollë të muzikës. 2 muaj ditë pushim kanë pas ata ku më orientu, se s'kom dash një imponuat. Kështu që i pari është Dardani, që unë i kom dhonë muzikë vetë, qka o kom për me gishta, edhe me folë me goj, i ka morë 5. Kër i ke thonë me këndu, veç mi i ra, thujmë në altin goj, se nuk e ka qitë zonin, se ka pas marrë. Kër po shkoj me registru atje, një Gjesh Biba, drejtori, tha Ismet au talent. Thash besa me thonë, nuk e di, qysh bre? Thash qështu, po qka është me gishta, edhe me teori është super. Po, u të regu klarinetisti maj mirë, dhe më thonë, e i mujti edhe ata që i këshim bo ka 9 vjetë klarinet. E tha, bab, ka me studiu klarinetit. Thash, lebren më shti me kry që të, edhe që kjo është aje që thash, kur të dush një profesion, edhe ka kry, po thuj se me dhe e që Akademinë e Muzikës, në drejtimin e klarinetit. Arionin, edhe ato me dëshirë, e ka kry edhe Akademinë në shtendë në studime, nuk i ka përfundu kretë. E te që ndresa ka ndodhë diçka. E ka kry shkollën e mesme, se unë 8 vjetë kom qenë në kryetari Këshillit Prindve se qua një me rretjetën, apo din? Edhe
kur e ka kry shkollën e mesme, babi tha, unë nuk muj mo, tha, sa për kongë që mu m'intereso konga, jem e përgadit në me nota bëllë. Tha, du me studiu psikologjin, edhe nape, është para përfundimit të studime në psikologji. Dhe më thonë, nuk i kam imponu në profesione. Nuk është mirë me imponu kërkuj profesionin, sepse nëse me zërë i jep diçka me bo, nuk do të kryet aje punë. Pa vullnet nuk kryet kurgjë. E vërtet, edhe nuk e ndjen. Ndërsa Serbezën mos ta harroj vajzën më të madhen, që ajo ka këndu me mu në vitet më të vështira pas lufte, nuk mu ka ndohë kur, edhe ajo kënej ke hatër jam. Pse dike, kur u bon këta tha babë, se është mësuese e mirë tash në Prishtinë, e ka një jetë shumë të mirë, edhe i ka bukur do konë të incizume me mu, por ajo ka thonë në du më bo mësuese. Edhe vërtet është për mësuese më të mirë në Prishtinë. Edhe se ka dashtë këtë... Kështë që të ka thonë që jenë bo këta po tjetë meri, shumë e mullën të qenë. Mirë, po tash na nuk pelojnë ka pa krahat, se kemë menën prapë me angazhu, se edhe nevojat, po janë ka njëherë me nga bendit familjar, që ne knujnë me për dasma, shpesh në ndodhë në një datë, edhe 2 dasma mi bon, kështu që pse mos me konë 2 anej 2 knej edhe... Sa ja del me një dasëm ose një heng familjar, kur t'jeni familjarisht, koordinimit ndaj njëri tjetrit, edhe sa jeni të përputhshëm, të përshtatshëm, sa përcjellni, apo gjithë përcjellin ty, apo ndodh që edhe ti përcjellesh? Jo, absolut, tash bile heq. Tash kur ta janë të ngritur muzikalisht, dej aty ku në mos, se kam gale punën e ty, ne? Nuk do të thotë që nuk më pysin, nuk për të menaxhimit dasmës gjithsesi, për sa i përket menaxhimit këngës, unë tash jam shkojnë dasëm shumë shlirë, e hapi pak dasmën, e kum hape sa dë vjetë dej sa që ndrejsa nuk e ka bëha statusin e këngëtarës që sa dhe ka, mirë për tash ma mirë e hapa e dasmën sa une. Ka fa zoti oratorin, ka fa zoti fuqin, edhe është një këngëtarë jo që është vajza ime, po me të vërtet e ka kriju një bagazh, arja unë e ka pjesën e vetë, ata edhe repertoarit i kemi nda. Mu e ndër më flajnë ma shumë nështë a këngët e vjetra, për moshatarët e mi, edhe ato i këndaj. Në pat met një dasëm e zavendësu pak që ndresen me fillu hune me 2 lulijat e bunari, që i kom gëndu gjithmonë, par besa marigon jem një shumë keq. Shumë keq se tash edhe mosha, edhe do kongin atë moshës. Mirë po, na është një ma e mira që i plëtsojmë kërkesat e kajt dasmurve. Këta rinia kënojnë për rini, unë kënoj edhe për të moshës tem, po sofra në fund me sofrë kurëzohet që aty besaj jam shumë i mirë, shumë i përgatitur edhe publikun presin tepër mirë. Kështu që në fund nuk i lojmë ont asnja. Është edhe mira që kemë edhe bendin e valltarëve të dasmës, i kemë dikun 6 vajza, që janë shkëlqyshme, vinë e bojnë shëhret atyën, se i kemë do farë ceremonish, janë ardhe anunset, janë me defa e kështu, dhe më thonë janë shumë përgatitne, po ne bojnë edhe ma madhështore, po shpesher ku i kemë edhe grupin e Tupona, që tash gjithë të grupet Tupona të istohet kanë kalu për durët mija, edhe jem krenar, nuk e mohojnë, falemderit shumë, që kemë shumë grupe, por unë gjithmonë cënë të gjojtë lirë i marë ndasme me veti këto grupet tona, Tupanxhive, edhe gjithë bashku, vërtet në fund, s'kanë qare pa me dasmur të knaqën. Po, ndel, shka respekt, pa tjetër. Sa më ndën që jemi gjeneratat e reja të rikëthy në dëshiren edhe në pasionin e muzikës folklorike. Se përshë që është Tu këthy. të rikëthy, po. Unë du të citoj prapë kolegun dhe mikun tim më të mirë në pëthujse që e kom pas në herë, Fatmir Makullin, sepse kem kalu shumë ku bashkë kaloj mende. Po. Kur në një intervjist në njërë nga televizionet, thëtë gjitha muzikat në Kosovë mujnë me konë në status në azilantit. Në thonë rinë pak e ecin shkullë. Dërsa folklori është me statusin e venit. Unë tash u bo mirë që na kanë hjek kështu viza, po thuj se shumë shpesh vikende vijem jashtë duke kënduar. Në gjitha shtetet, dhe më thonë peqen hjek gati, tash mas mërë mi kem qenë Bruxelles me kolegun tim Milajm Lapin, ku jemi prit tepër mirë, për tash po du më këthy të pyetja jote, ishim Zvicër në një odë, thirë e kishtë ajo odë në që tash më dëll pe, po odë, e këshin improvizu odë. Edhe shku me kënu, besa që plot 3 shmush. Edhe për që keme pas kërkesa për këngë folklorike për 3 veshëm,
Domethënë kjo është ajo pyetja jote që ka nisë më kthy me të madhe. Po edhe në Bruxelles për 17 shkurt tash si kem, po se gjysa sollës ka qenë 3. Ajo na jep neve një kurajo që rinia ju ka kthy folklorit. Ti din ato konga që mirë, më harrun një fjalë, thotë s'ma tha çet fjalë. Domethënë të bën që ata ju kanë kthy folklorit, edhe folklori shumë i mirë pritur. Për momentin folklori është nashta se mariguam po duhet të thonë në diçka. Po. Nashta krejt dasmë sa marrim mjete materiale, kur tulna në sofër nashta unë i marr vetë aty, me një qifteli edhe me bendin për mrapa, kjo tregon që njerëzit e dojnë folklorin shumë. Po edhe na duhet me ja dhon hakun. Po vërtet. Është vërtet. Kështu që folklori është shumë trend mirë, edhe për shembull, mos harro, a dini pse është kështu? Sa kur të kemi një kuadër si Rifat Berishën, këngëtarin e madh, që luhna për i veni kur të përmendet të çdo këngëtar, kolege kemi, se na shtasun më shumë sene se jam larg prej tij. Kështu, po ai kalon shumë, i kalon këtij veni. Këngë të bukura, kur e ka servuar aq bukur, këngët e tina e kanë mujt rinin. Shme thonë, ju kanë hyrë thënë shpirt, edhe sot folklorin me këngë të mira, me krijime të mira, me këngëtarë të mirë mundem me majt në trend. Ndërsa nëse veç thuajmë hajt sa për të shku, nuk është në rregull. Edhe ju kisha kthyer një pyetje se ndoshta në atë përgjigjen e parë harrova, më pyetje parë edhe për një këngë që e ke krijuar se të kalon nostalgji më shumë ti. Son kam shumë këngë që kam krijuar, jam edhe një krijues i mirë, i gjitha zhanre, që popullor, që muzikë lehtë, po të folklor jam më i fuqishëm. Edhe për këngë të fëmijëve. Se të këngë të fëmijëve një detaj do ta them, mos harroj, por kënga që mu besoj edhe mbar shqiptarin, për karrierën time është kënga e Fadil Ferhatit. Nëse ke ndëgjuar ndonjëherë, se ju e keni në sirtar, e kam edhe me videoklip. Kemi me ndjek me përcjellje. Edhe Fadilin e kom pas shok të shpirtit. Veç ai që ka nejt me ta, ka kalu ku, 8 muaj thash kem qenë i dhomë, besa 2-3 muaj një jasteke kem pas, se na jemi shkolluar në për konvikte, ka 2-3 vetë kem flajt se kem pas kushtet shtira, edhe mirë bolla rriti mu bolla një aktivist. Momentet ma shtira, ajo ngre zhag, zvar prej tubime në prej stagë tjera, mos të kthejem, ka qenë një alfa e omega, mu i me thonë, i personalitetit politik që ka ndosh gjithë. E isha krenar që e kisha edhe kolegë dhe shok studime. Po ndër tjera, kur vdiq Fadili, isha po i përmeni detajt. Na e priqim pak, se unë e vizitova disa herë para se ndrën të jetë dhe isha me një palë duke u goditur për një dasëm. Ishte janar. Në një skafe që i thojnë aty, i skafa, që shpe i thojnë përballë shtëpisë kulturës, kur për më thret drejtori, një drejtar që i këshim në uqë shkollën, uqës si e pshamësim, kem pas një program, thët i smeta në lot programi, thët që i kem nesë, thët se vdiq Fadili. Edhe ishte, më ka ndalë lëtë edhe për i gëzimi, ishte në matë shtirë, po këta lëtë pikëllimit që ndoshta edhe vllaznit që më kanë vdek, njëtën gjë kom përjetu për Fadilin, më kanë dalë instinktivisht lëtë. Pala që po rrinë me mua, mbylla telefonin, tha qka ki? Tha shko ka dek Fadil Ferhati. Po unë e kom shumë për zanë. Edhe ati ju më shënë sytë letë. Peja ty hit, e kem kry me atë zëtin e darsme, sa terminin që këshëm pëdazi, më shku drejtën studia, Pallat Kulturës. Edhe sa dhe kom atë fletë, nuk e kom shty pas me kompjuter, veç me dorë. Mirë po fjallë të më kanë dalë pe i shpirti. Unë dalë një hero burrit, mos ja qëtë dhe gjamën gurit, mos ja nalë bilbilit kongën, mos është tim për gjallën dhe nonën. Këtë të fjallë më kanë orë për i shpirti. Edhe janë strofa dhe në fund, me lanë sy e kom lanë vetëm mos me mikit adin frymzimi, se kënga bëhet me frymzim. Edhe e kemi kry varrimin e të ndjerit, e jam kthy me një herë me qatë fuqi e kom këndu. A beson Marigone, këta i këndim është provë. S'ko mujt mo me këndu mas provës aq mirë. Edhe me një fatën bytyshin me një shoktimin që e kom gjithmonë kratë djathë, për bisedaj, tha Ismet, edhe orkestrimi për një jetë mirë, edhe këndi letha qështu, se s'po banë mo, i kem provat që e munu, për s'kem mujt. Edhe ndërko, vjen Bacazej që aty në studio,
nuk e kesh një kongën hala. Kjo kongë, thët, edhe ka morë pe aty, tash më nalë se halo, tha heq, nesit e kalëshu këtu në televizion, edhe vërtet kongë e mori dhejnë në atë periudhë, pe kësaj shtepije. Me qenë se jemi pra pikërisht të kjo kongë, a e ndëgjojmë, a ja falim minutat. Kënaqësia më e madhe është që në këtë moment të ishim shku me videoklipin e këngës së Fadil Ferhat. Faleminderit. Atëherë mendimin e regjisë e pikërisht prej atë dhejot e ndëgjojmë këtë këngë dhe kthehemi në pjesën e dytë dhe të fundit të emisionit. Se shtin për gjon dhe nonën, unë zi qëllin po të logut, thonë se dish një burri stogu, një zog shqipe i madhë shtati, thonë për me në Fadil Ferhati. Utronë dite ta në Kosova, si janë dit kur dit rrugova, burra e grable që trio kreti stogu mi lumet zi. Utronë dite ta në Kosova, si janë dit kur dit rrugova, burra e grable që trio tani stogu mi lumet zi. Ishe për krasi demokracis, kur në Kosovë dha kushtrimi, vlete ke formoj Ibrahimi, aktivist i palodhun, vi perjeshem kryetar i stogu, dhe në ditet e liris, vlavdi qod burri Shqipnis. Utronë ditet anë Kosova, si janë dit kur dit rrugova, burra e grable që trio tani stogu mi lumet zi. Utronë ditet anë Kosova, si janë dit kur dit rrugova, burra e grable që trio tani stogu mi lumet zi. Të kalojnë dhe mbjarritet, do të na mungosh o zogu i Shqipes, na le gjurën
në zemrat tona, ideolog si Ibrahim Rugova, i dhe ti dritan shqiptaris, o mjeker bardhi i pavarësis, o Fadil o lulja molles, o vile qot dhe vi Kosovës. Utranë dite tanë Kosova, si edhe dit kur vdiq Rugova, burra e grable qetri o tani stokum lume zi. Utranë dite tanë Kosova, si edhe dit kur vdiq Rugova, burra e grable qetri o ala ti thot kjo shqiptarie. Kur në ran kushtrimin Kosovë, kur në ran kushtrimin Kosovë, në bashku Prizreni dhe Peja Drenica me Rugova. Atëherë të dashur shikues, u rikthyem pas dëgjimit të kësaj këngë me të vërtet emocionuese, ku dëshiroj që ta pyes zotrin Ismet sa e kanë ndjerë emocionalisht edhe familjarët këtë këngë. Sot kanë qenë falendërues, pasi që po shihet që e ke bërë pikërisht pi shpirtit, në këmbim të asnjë gjëje. Jo në këmbim të asnjë gjëje, po në këmbim të asnjë centi. Ndoshta më shumë kanë fituar ata që i kanë shit në ato CD-ja, sepse nuk kemë pasur rrjete sociale, po CD-ja ka qenë gjithçka. Ka qenë diçka tepër interesante kur nëse një ditë përpara publikoj zeqa, po unë nuk e dita që e këngë kish marrë dhënë. E të nesit mëngjes po shkoj kisha urt në fshatin tim Shushric, kur po hin sallu qum krejt salla në kom, edhe po më përgëzoj, në s'pëdijas për çka, kësha harru që e ka morë CD-n zeqa me lëshu, thash, au, konga, thash, po bre, pa, tha, domethënë komplimenti mas parit për kolegëve të punës ishte mbreslenës. Mos flas për familje. Familja atëherë sot më janë tepër mirë njes. Zonja Drit, bak bilem, ngushtohën, kur thot, Ismet ma ke bo mirë këngën e Fadilit, a kupton. Edhe kur e kom bu këtë videoklip, duke falendëruar edhe Besin edhe Mondin që e kanë bo dhe këta pa asni videoklipin që sa pa e pat, pa asni cent, e di që vllaznit e Fadilit a ditë të përmendorja, na kanë pru me pi, na kanë falendëru, s'kan dashur as me nejt aty, bile ishin konë të punu, kanë vazhdu punën, mos mu në atë kuptimin që mos më na ngushtua, kupton? Edhe na falenderun me shpirt. Kështu që familja Ferrati është një familje me temel të madh, ideologjike, patriotike, lëvizjese, domethënë Fadil mo zër është me pas, po flas me kompetencë plot. Lavdi qoftë jetës edhe veprës së Zotit. Momenti më i vështirë ka qenë ndoshta kur kom taku nënën e tij, pas videoklipit, se kemi marrë aty edhe një pjesë ku ajo vjen mbi varr dhe i bie me dorë. Domethënë aty kam qenë më i ngushtuar kur kom taku ndoshta nënën edhe më ka falendëruar gjithçka ka qenë ndjes post. Atëherë të rikthehemi, pasi që dhe jemi në fund të intervistës, kam edhe disa pyetje, pasi që në asnjë intervistë s'mundesh mi thonë gjitha çka ka njeriu për të thënë. Patjetër, na Mirë, po marrgoni jam këtu prapë në të rëndësishmet e asajna që të mos na mbetin peng. Sfidat më të mëdha e shihni në atë kohë për arsye të ngritjes së suksesit të një këngë apo tash, sepse në atë kohë besoj që ndoshta e kanë pasur të gjithë syt ka gjenerata juaj, mosha juaj, folklori juaj, po sot është më e lehtë për të dalë në sy, për të pa, për të ndëgju kënga, muzika. Shumë kuptueshëm pyetjen, pe kuptoj shumë mirë. Jo, në atë periudhë ka qenë ndoshta më lehtë. Kur kem rrije pikun që thojmë na,
edhe çdo krijim, domethënë ka qenë më lehtë i depërtueshëm se s'ka pas konkurrencë të madhe. Kështu që kjo është qetësi i suksesit nashta i disa këngëtarëve, kolegëve të mi deri tonë atë kohë, sepse e kemi rujt një farë kontinuitetit të ati emri që kemi kriju dikur, na u ka dash veç me rujt pashkurshmërinë ose kontinuitetin deri sot. Ndërsa sot jo, është shumë vështirë, sepse sot dhe bën një javë ditë hit një këngë, javën tjetër del tjetër, e shkel, domethënë që nëse ti nuk e bën prap tjetërën, domethënë konkurenca e madhe. Duhet me qenë çdo herë në trend. Në trend, edhe aktiv. Aktiv patjetër. A beson se unë çona me nxez në shtanora të dalën 10 në mbrëmjes kthena në shtëpi, kaq në trend jemi, edhe prap nuk ja dalim nashta me kohën aty ku dëshirojmë. Fokusës në qendrën e Patjetër, sepse për shkak konkurrencës. Sepse kjo ekonomia e këngës tonë në Kosovë ka marrë hap shumë të madh, thash veç të evidentuar këngëtarë me thonë shifrën, sa evidentu ku në gjithë këtë konkurrencë, ku me mbjetu. Do të më konë shumë trend pëllë. E përpara nashta e ke bo një këngë të ka zgjatë hiti, unë e di kur e kom bo edhe albumin e parë timin, në Jugoton të Zagrebit, edhe aq, nuk e dija që ai album do t'jetë aq trend, të më thonë, nashta s'kom pas nevojë me bo 3 vjetë album tjetër, se me që atë album një më konë trend, kom pas punë bëllë, dhe më honë në konë, se s'ka pas konkurenca e dytë. E vërtet, ka qenë Lutëm, e di atër Belona Salim Arifi këngëtari, shumë i ri ka qenë edhaj, për i heri kem pa bu 2 albume, dhe dytë kem pa dhejz në të kuptimin tonë, edhe dhe i vonë tani s'kemi bo albume tjera, se i kem shfrytzu autoritet në ati albumit dhe në fund. E vërtet. E ta është problem është. Bashkëpunimi më me përzemër që e ke punuar, apo që e ke punuar realizuar, apo që edhe mendon që do ta bësh? Përpos vajzës, qëndresës që i kom parë ato. Bashkëpunimet janë shumë të mira. Ka herë shpesh herë bashkëpunimet kanë qenë, dëshira ime ka qenë me bashkëpunu nashta me secilin kolegë. Për disa kolegë ndihen nashta edhe të bashkëpunimet janë bashkë, se unë isha disa këngëtarë ka gjemen, që nashta unë pas dëshirë me bo një bashkëpunim, një duet me ta se diçka, e shoh që ju kanë ikë aty në gjonave, për meje. Për shembull, po flas, nuk du me fol me emra, por e kom kuptu pse. Gjithmonë ai që është ma nalt do me pas dikon ma poshtë për me bo një bashkëpunim që me met prapa ai nalt. Po kupton kuptimin e kualitetit. Kështu që shpesh janë ikë për me në bashkëpunim këngëtarët, ndoshta pe them me modesti, se janë frigu që mos kanë emën të madhe, po se po tregoj kështu pe darsmave. Krejt VIP-t kanë ndodhur që unë kom qenë diku ndoshta musafir ndosëm, por kom dal, kom këndu pak edhe onar, krejt kanë thonë amon mos këndon ky mo, po çu këndoti. Pa e di që unë jam musafir. Kështu që konkurenca ka është e madhe, bashkëpunimet më të mira që i kom pas janë me Nikolnik Prelen, me Shkurt e Fezën, bashkëpunimet më dha kom edhe me këngëtarët e Shkodrës, se Shkodra është djep i këngës, edhe sot është djep i bujari mikpritjes. Bile na me Basën Zesh kem shku shumë evente në Shkodër, ku na kanë prit ekskluzivisht mirë dhe ka shumë regjistrime këtë televizion për atjet. Pra bashkëpunimet priten, edhe bile si vjet mendoj dhe ta kem vitin e bashkëpunime. Më vete edhe bashkëpunimin më të prekshëm që do ta kem me vajzën time, qëndresën, që unë nuk kom bo me të duhet hala. A shumë vetin pse. Po jo, se nuk kom dash me i thonë dikush vajza i Smetit, po kom dash të ngritet, pesha që mundet më ngrit vetë të këm të veta, dhe si vjet mendoj me bo një duhet, me djallën edhe me vajzën, për herë të parë. Se ka i herë vërtet të më dhimen disa të ri që janë prehe babalarve. Baba tash për me qenë të rend rren afër vajzës aty, apo kupton? Unë me këtë qardhje them që një shumë këngëtare që janë fëmijët e këngëtarëve të mëdhenj, por fatkeqësisht mua nuk më ngjasojnë as pak në këngën siç kënon nana, prindi. Shumë me vend. Veç kurrez dikujt nuk është me qenë këngëtar. Mas keq jo kur prindi dhe me shfrytzu që atë autoritet, se unë në gjë, mos thëm me emna, që më dhimin ato të reja, kur gjithmonë në afër babës, nuk e din që nashta babën s'ka qef kush as me sy me po. E vjen prej e prindit. Por dhe s'jeton çdo herë. Le vetë du të me jecë. Fëmija mi jecin vetë.
vetë krijojnë, vetë kompozojnë, mendimet e mia i marrin veç te folklori. Sa aty e din që unë e lavroj mirë atë fushë dhe aty pa konsultimin tim s'bojnë kur gjë. Ndërsa tjerat i bojnë, Dardani kompozitor, Ariani është në botën digjitale, kompjuteristika është, qendresa gjithashtu e ka aftësinë me thonë, me bo tekst dhe me bo melodi. Bile është jashtëzakonshme. Edhe ka një bashkëpunim me të gjitha studiet në Prishtinë që jashmojnë këtë pjesë. Ka bo kongë që janë hite sot e nuk e din që janë qendresë, apo kupton? E kështu që kjo është ajo që duhet me bashkëpunimet e kanë një farë rregulli. E kanë një farë rregulli. Ose edhe një përshtatshmëri Absolut, po. të zërit, të vokalit e tjerë. Zotëri Ismet, një mesazh për fund për rinin, për shikuesit, adhuruesit tuaj, konkretisht, familjes e gjithëve. Mesazhi im është që ta duhem një tjetrin, ta respektojmë një tjetrin. Sepse xhelozia në muzikë nuk rrjedh asgjë, nuk përdhan asgjë të mirë, vetëm gjëra të këqija. Do ta sjellë një mesazh të këngëtarit Mall Bajush Duda. Unë domethënë kam pas bashkëpunim me të gjithë këngëtarët e mëdhej, të estradës atë folklorit. Ai ma bën të kështu, isha shumë i ri të shku një darsë me ta, me fizharmonik me përcjell. Thash Baca Bajrosh, thash, çka u bën tonë kanë llafin tën, a din? Atëherë edhe sot Bajush Duda. Ikonë e folklorit. Edhe tha, ndëgjoj Bacin, tha, unë tha s'kam një më morë me kërkon, tha se kam shumë punë, e më du të morë vesh me punë të mija. Ata që s'kanë shumë punë, merë me punë edhe të mijat edhe të vetat. Tha, po kur një jetë më s'fal keq për kolegun, për këngëtarin. Tha se nuk i bën kur gjë, veç e ullë veten. Edhe ngrit. Besa ku morë këtë mesazh, mujmë pe i kësaj studio me bindit plot, me thonë, më shtuve me folë në shqiptar dimve, dej në ditë sodit kur Ismet Dema për asë një këngëtar kaq keq nuk ka folë. Unë e din edhe basi zëjtë, se na kemi tu shumë edhe jashtë i stugut, unë e gëzoj një autoritet dhe një respekt malë për i kolegëve mas pari, edhe gjithë shok të artit. Pse i qmoj shumë, i respektoj shumë, edhe dhe më thonë kjo është mesazhi që ta dunë një tjetër, me bashkëpunu, bashkë jemi ma të fort, të ndarë nuk jemi kur të fort. Absolut. Kjo është. Faleminderit shumë. Zotëri Ismet, faleminderit shumë për kohën tonë dhe që ishet në studion tonë. Faleminderit shumë, edhe unë ju përgëzoj për emisionin, ju përgëzoj për punën e këtij televizioni jonë është, edhe duhet të jemi gjithçka që ka u bukur të bojmë për këto televizionet tona, s'po them veç për Fontanën, për çdo mjet mediatik që është, ne si artista duhet të jemi afër tyne. Dhe mesazhi jam është për kolegët e mi një përshëndetje për gjithë, emër për emër, i du shumë, i falenderoj shumë, edhe dhash Zotit kemi jetë gjatë të bashkëpunojmë dhe të bëjmë gjëra të mira, si për televizionin tuaj, ashtu edhe për audiencën e gjithë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për kohën tonë, suksese dhe shëndet. Faleminderit shumë. Të dashur shikues, miru takofshim në emisionin e radhës. Natën e mirë.